Mbrëma, në muajin gusht kam lindur unë, ka lindur nën Tereza, kanë lindur edhe shumë të tjerë. Se për te humorit, sot është data 26 gusht, ju nuk e shumica që lexoni, konsumoni mediat e rilindjes, nuk e dini që sot ka lind 116 vjet më parë, ka lind shqiptarja më e madhe, gruaja më e madhe që ka prodhu ky kom, Gonxhe Bojaxhiu ose ndryshe Nën Tereza, e lindur në Shkup. Një grua e vogël, por humaniste e madhe, për të cilën Ministria e Kulturës e Republikës Shqipërisë sot nuk ka si aktivitet, zero, sepse ka ministër Blendi Gonxhen që merret me punë tjera tash, i merret duke gjurmu, bë rolin e patronazhistit në rrjetet sociale. Përveç se është një nga shqiptarët më të mëdhenj që ka prodhu kombi jon, është edhe grua. Pra është një nga personalitetet më të shuara, për të cilën duhet kishte një aktivitet minimal, qoftë minimal, për ta prodhu një lajm, për ta kujtu këtë grua, trup vogël, vepër madhe. Por Blendi çfarë bëjmë? Kemi aeroport Nën Tereza, kemi spital Nën Tereza, kemi sheshin Nën Tereza, por kemi Blendi Gonxhen, ministër kulture, kështu që s'ka aktivitete për Nën Terezën. Nuk është pretendim i kot kjo që po ngrej unë, se mund të dalë një idiot të thotë nuk kujtohet vit për vit lindja e saj, vetëm vite jubilare e kështu. Republika e Kosovës e ka përkujtu, futuni te faqja Facebookut e Albin Kurtit edhe shifeni që ka bë përkujtim për 116 vjetorin e lindjes së Nën Terezës. Me që jemi te Kosova, tek lajmet e ditës që mund të komentojmë sot, interesante është, po prap në lidhje me Kosovën, një furtunë që ka shpërthyer në Kosovë në 48 orët e fundit, dosja e famshme e atij qenit Fatmir Shahollit, spiun i UDB-s, i cili ka trazu gjithë politikën e Kosovës. Tani nuk po merrem fare me atë qenin, se është maskarat, t'jesh shqiptar, edhe të punosh, sidomos t'jesh shqiptar i Kosovës, edhe të punosh me UDB-n, domethënë unë nuk di çfarë qenie tjetër më të poshtër, më të ndyrë, më të fllihur mund të ketë mbi tokë, se sa qenia shqiptar i Kosovës dhe bashkëpunëtori i shërbimit sekret të Serbisë. E ky është Fatmir Shaholli dhe Kosova fatkeqësisht jam marrë gjithë natën dje kam lexuar për këtë temë. Fatkeqësisht Kosova ka shumë njerëz të tillë. Një pjesë e mirë e tyre shëtisin nëpër mediat kryesore të Kosovës, sikurse ka shëtit Fatmir Shaholli natë për natë nëpër panelet e mediave të Kosovës. Ka një diferencë shumë të madhe Kosova prap me Shqipërinë edhe në aspektin e drejtësisë. Ai është arrestu duke pi kafe me një gazetar të njohur, sidomos për ne shqiptarët, Milaim Zekën, që rri në mediat e tona, por vetëm nga statusi i gazetarit, Milajin e gazetarit në Kosovë, se të kishte qenë në Shqipëri, do kishën bën namin. Po e hapa këtë temë, se kam pa disa gazetar, analist nga Kosova, që duan ta relativizojnë çështjen e spionazhit, tradhtisë kombëtare të Shahollit. Nuk e di çfarë halli kanë, ndoshta kanë ndonjë hall të vetin. Nuk dyshoj asnjë gjë për Milaim Zekën, thjesht po të kisha qenë unë edhe ta dija, se ashtu kishte deklaruar te ajo mbrojtja që ka bën ndaljet e fundit në media, të kisha qenë unë edhe ta dija që një person është shërbys, i shërben bijas së Serbisë, kur s'do ulesha në kafe me të. Që ato zgjedhja e Milaimit këtë çështje.
Por ajo që ka mund tani si dyshim është mendojeni, kam edhe pak të informacione në fakt, mendojeni si kur të hapet dosja e bashkëpunëtorëve të BIA-s ose shërbimit sekret të Serbisë në Tiranë. Të na ngelnin banaqet televizive Bosch. Sepse një pjesë e mirë e gazetarëve, analistëve të vjetër tyre si bëj si Kaposha, që kanë 35 vjet, që kontribojnë po aq negativisht në Republikën tonë sa që kontribon klasa politike, rrezik dalin bashkëpunëtor në një formë ose në një formë tjetër me shërbimin sekret Jugoslav. Këto e kam bindje, përveç që të them edhe në informacion. Na kemi shërbimin informativ kombëtar, që quhet ajo Shishi, po çuditërisht na kemi marrë shefe shërbimi, një person që Kosova e ka heq si të dyshuar, më duket, pra ne e ka largu nga Kosova si të dyshuar për bashkëpunim me Serbi. Ndoshta ka shumë gazetar dhe analist, edhe do na ngilnin banaqet televizive Bosch, po sikur të hapte dosje Shishi jon për bashkëpunëtorët e shërbimit sekret serb në median e Tiranës. Po dhe si ku mos hap dosje fare Shishi, na kemi kryeministrin. Do thot në njëra ishtë punë e madhe fort se ka analistë dhe gazetarë që dalin për mediat televizive, kur ne kemi kryeministrin bashkëpunëtori numër 1 të hapur publik të shërbimit publik dhe të fshehur të Serbisë. E dëgjova, kërkova për këtë Fatmir Shahollin mbrëmë, e dëgjova fliste për Edi Ramën, Edi Rama ka po këto, Edi Rama ka po për shqip. E lavdronte në mënyrë spektakolare Edi Ramën, Fatmir Shaholli, bashkëpunëtori i provuar i shërbimit sekret Jugoslav. Për ta mbyll këtë, një gjë më ka bë përshtypje, nuk e di, ishte langaraq, se më ka ardhur për të vjell, më vjen për të vjell sa herë i kujtoj emrin. E kuptoni, botë shërbime të tilla për 5.000 euro, për 2.000 euro, për 3.000 euro. Pra ishte zemër prishur, edhe nuk ishte edhe nga këta zgrapsi, se ka njerëz që shesin kombin, shesin atë dheun, shesin derin, shesin moralin, shesin gjithçka, po për para dhe për para shumë. Ky qelbësira e shiste për hiç gjë Fatmir Shaholli. Është e nevojshme në fakt me u hap dosjet, ose po doj Albini ti i thotë atyre shërbimit sekret atje, unë e kam atë dosjen e Fatmir Shahollit. Është një dosje e madhe, e kam këtu. Raport i informuesi i Policisë Kosovës me data, me përgjime telefonike, me kë ka fol, si ka fol. Tani këto e nduar të gjykatës speciale të Kosovës. Po shpresojmë, do e lexoj se është i gjatë, sa faqe është ky. Me 80 faqe. Edhe raportet, nuk i kanë 6.000 faqe, 7.000 faqe, si që ka organizata mafioze partnere me qeverinë tonë, SPAKU, po 80 faqe. 80 faqe është dosja e prokurorit shtetit Bekim Kodraliu për tradhtarin agent të Serbisë në Kosovë, Fatmir Shaholli. 80 faqe. 80.000, 100.000 faqet e SPAKut e këtyre fllëqësirave prokurorëve tonë, i keni pa për dosjet ndryshme, dhe kanë zero rezultate. Kjo është 80 faqe e koncentrume me gjitha materialet e nevojshme, që s'ka nevojë me u hap si vajin lakrat, sepse po këta nuk kanë, një ku e kanë në dosje është kjo, për këto veprime i pandehuri edhe ishte paguar në shumën prej 5.000 euro. Pra ajo që thashë ka bërë për 5.000 euro të shqilpta ka shit vendin e tij. Një qenë si Fatmir Shaholli. Pra do i bënte mirë Shqipërisë. Do i bënte mirë Shqipërisë të hapeshin dosjet
dhe të dilnin bashkëpunëtorët, sepse janë shumë të dëmshëm njerëzit që dalin natë për natë në media përpunojnë narrativ publike për interesat të shteteve armiqësore me Shqipërinë. Edhe pse në Shqipëri prap do thonë që shiko se këtu është Edi Rama, çfarë si ka më kush është tjetër, prap Edi Rama është politikan dhe mund t'i shkojnë goja sa ne i këtej, ndërsa njerëzit që dalin si njerëz të pavarur, si gazetar nëpër media dhe u shërbejnë interesave tjera, është shumë herë më shumë problem. Një gjë tjetër që desha të diskutojmë, çfarë do të diskutojmë, po kjo ideja e pasaj pasqyra Albania që thotë Edi Rama që do ballafaqohen, do vejnë pasqyrën përballë. Imagjinojeni tani në sot me 26 gusht, është pa Blendi Goxha në pasqyrë, ka pa veten e vet, një boll të zezë, nuk ka pa Nën Terezën për shembull, sa të du të shifte Ministri i Kulturës për ditën e sotme. Belinda shifet, kur shifet në pasqyrë, shef tunele, shef aeroporte, shef Edi Rama, shef incineratore, shef lidhje me trafikantë ndërkombëtare, çfarë shef Edi Rama kur shifet në pasqyrë. Ogerta Manastirliu shef ilaçe, smurësh, shef tendera, ashtu si Ilir Beqa për shembull shef tenderat e check-upit, tenderat e dializës, tenderat e sterilizimit. Kush është tjetër që mund të shifet? Mirela Kumbaro për shembull kur del para pasqyrës shef atë pikën e vogël atje që e ka bë një kërmadh betoni sot në parkun kombëtar të Butrintit. Ndërkohë Mali i Zi ka ul akcizën e naftës për të ul çmimin e naftës. Ju që të ngjoni mu, ata që s'më ngjojnë mu, ata që janë dakord me mu dhe ata që s'janë dakord me mu, ne e paguajmë naftën 2200 lekë prej më shumë se një muaj. As nuk janë ndjen kujt, as konsumatorëve që përdorin automjetet, as të tjerëve që u ndikon në çmimin e çdo lloj ushqimi kjo gjë. Tani, edhe i gjë për të fundit, për pasqyrën e këtyre, Shqipëria ka një nga peshat më të larta për çmimet, e kam fjalën, më të larta të bujqësisë në ekonomi në Europë. Unë këto e kam thënë, ndoshta mund të kem qenë nga të vetmit që e kam diskutuar, që ne punojmë shumë në bujqësi, prodhojmë pak, pra ne nuk kemi bujqësi. Përveç tani me shpopullimin që shkatruan e rrënun këta, po pesha specifike e punës reale në vendet e zhvilluara që kanë bujqësi të zhvilluar, është 1%, 2%, maksimumi deri 11%, sepse bujqësia quhet e zhvilluar kur është e mekanizuar, e automatizuar e gjitha. Pra, dhe janë pas kanë dhe këta 15%. Pesha e lartë në bujqësi nuk po përkthehet në ushqime më të lira për konsumatorët, i dini ushqimet kanë shku çmimet në qiell. Jemi në vendin e fundit të dhënat e krahasueshme të nivelit të çmimeve, ku mesatarja e Bashkimit Evropian është 100, e vendosin Shqipërinë në indeksin 103.8% për ushqimet dhe pijet jo alkolike për vitin 2025. Pra niveli i çmimeve është 3.8 herë mbi mesataren e Bashkimit Evropian dhe më i larti në vendet e rajonit. Serbia është vendi i dytë më i shtrenjtë me 97, pra na e kemi 103.8, këta e kanë 97, Mali i Zi shumë ma ullët e ka 86.5, Bosnia 85, Maqedonia e Veriut 74, ndërsa në krahasim direkt ushqime dhe pijet alkolike kushtojnë në Shqipëri rreth 7% më shumë se në Serbi, 20% më shumë se në Malzi, 21% më shumë se në Bosnia e Hercegovinë dhe 39% më shumë se në Maqedoninë e Veriut. Kush e dëgjon? Nuk e di të vje keq nga vetja që jeton në një vend që qeveriset nga mafia dhe që ekziston një popull i papërgjegjshëm në ekstrem. Shqiptarët janë populli më i papërgjegjshëm në Europë dhe në rajon, që nuk kërkojnë, nuk çajnë kokën fare se e kanë
çmimin e naftës më shtrenjtë se çdo vend i rajonit dhe prodhojnë naftë. Nuk çajnë kokën që i kanë ushqimet më shtrenjtë se Malizi, më shtrenjtë se Maqedonia, më shtrenjtë se kushdo. Pra 3.8% më lartë se këto tjerat, ndërsa me krahasu me vendet e tjera, me indeksin e vendeve të rajonit, 97% Malizi, 86 Bosnia, ashtu 85 Bosnia, 74 Maqedonia e Veriut. 20% më shumë, 21% më shumë, 7%, 39% i kemi çmimet më të shtrenjta se sa Maqedonia e Veriut. Kjo është katastrofë. 50% e grupeve ushqimore, ndër më të domosdoshmet, janë më të shtrenjta se në BE, Bashkimin Evropian. Pra, nga 12 grupet detajuara që raporton Eurostati, 6 prej tyre, apo gjysma e çmimeve, janë më të larta se sa mesatarja e BE-s, edhe këtu futen produktet bazë si qumshti, nën produktet e tij, djathi, gjalpi, gjiza, hirra kush pi hir, vajrat dhe yndyrat, ndërsa edhe mishi e peshku janë shumë afër nivelit të Bashkimit Evropian. Pra, kjo është situata në Shqipëri, është alarmante. Pra, jemi dohon një popull që nuk çajmë kokë për asgjë, as sepse vidhemi, as se plaçkitemi, por nuk duroj kur bëj un video i them këto gjëra dhe turren lukurnia e maskareve që paguhen me paratë e buxhetit shtetit për punëra shteti fiktive, që në fakt punë reale bëjnë këtë, sulmojnë këdo, kërcënojnë këdo, shajnë këdo, që kritikon mafjen në pushtet të rilindjes. Kjo është turp e faqezes. Pra nuk do zgjatem shumë sonte se kam edhe i fare dhimi e kokë. Kjo është Shqipëria. Sot ka pas ditëlindje Nën Tereza. Republika e Shqipërisë, Ministria e Kulturës nuk pati asnjë gjë në përkujtim të njërës prej shqiptarëve më të mëdhaja që ka prodhu këkom në historinë e vetë. Pra që Teuta e Teja ne, nuk e ka pas edhe Teuta se ka pas famën ka që të madhe sa e ka Nën Tereza, sepse Blendi Gonxhe merret me gjëra tjera. Akciza në Maltëzi ulet, ne paguajmë naftën 2200 lek, ushqimet i paguajmë 30, 40, 70% më shtrenjtë se sa vendet e rajonit, hahet më mirë atje dhe hahet më lirë në çdo vend të rajonit se sa në Shqipëri. Edhe e fundit është Fatmir Sheholli, dosja e një fliqësire që punonte për bijan serbe, ka trazu Kosovën, por ajo që është problem është se ky njeri ka shëtit gjitha studiot televizive të Kosovës. Ka bë opinione, ka kriju narrativa, e tjerë. Po sikur të hapet dosja e shërbimit sekret serb në Shqipëri, ç'a bëhet. Unë mendoj që na ngelin banaqet televizive bosh. Për teja asaj që kam dhe informacion, por mund të ketë edhe shumë tjerë që kanë informacion shumë më shumë se unë. Na ngelen banaqet bosh. Pavarësisht se ne kemi shërbëtorin më të madh, e kemi të hapur të deklaruar pro-serb që është kryeministri i vendit. Ama gjithsesi nuk hapet sepse këta i kanë marrë masat ndoshta dhe ata që duan ta relativizojnë këtë çështje, gazetar, analist nga Kosova dhe nga Shqipëria, siç duket e kanë mizën në kësul dhe prandaj përpiqen ta relativizojnë, po kjo nuk është një gjë e vogël, kjo gjë që ka dalë. Ju faleminderit që më ndoqët, bëjeni subscribe kanalit, shpërndajeni këtë video ose shpërndajeni edhe linkun e kanalit dhe ju thoni shokëve, miqve, ç'a njihni, na e bëjnë subscribe, abonohu që ta rrisim kanalin edhe të vazhdojmë kështu të themi gjërat që i mendojmë ne si të vërteta. E pafalshme heshtja, përgjumja e popullit shqiptar, edhe një herë që është ngrit një protestë, po përpiqen si fliqësira me intriga, me hajnë mish njëri tjetrin,
po do flasim nesër për revolucionin e flamingove, se gjërat mëdhaja po lëvizin edhe në Amerikë. Dhe po ta mani mend, para disa ditësh kam thënë, o rrëzojeni ju deri në nëntor, ose përgatituni që ai t'ju shkel me këmbë në nëntor. Mirupafshim.